Në një dekadë, emri Jani Aliajt është bërë sinonim I dhunës, krimeve të rënda dhe përballjeve të vazhdueshme me drejtësinë në të dy anët e kufirit. I lindur në Tepelen, ai ka qenë një ndër emrat më të kërkuar nga policia shqiptare, I renditur për krah figurave të njohura të botës së krimit si Talo Çela, Ibrahim Lici, Erion Llapushi dhe Laert Haxhiu. E kaluara e tij është e mbushur me akuza të rënda. Brenda 10 vitesh, Jani Alia është dënuar për 2 vrasje të dokumentuara. E para ndodhi në Greqi, ku drejtësia helene e dënoi me 18 vite burg. E dyta, ndodhur në Shqipëri, I solli dënimin me burgim të përjetshëm, një vendim I marrë në mungesë të tij. Por rruga e tij nuk ka qenë vetëm përballja me drejtësinë, por edhe me vdekjen. Ai ka shpëtuar 2 atentateve me armë zjarri, një në Tiranë dhe tjetri në Gjirokastër. Një tjetër sulm e priti në burgun e sigurisë së lartë të Korydallos në Greqi, ku një I dënuar tentoi ta plagoste me thik. Emri I tij është I lidhur me një sër ngjarjesh të përgjakshme që kanë tronditur Shqipërinë gjatë viteve të fundit. Vrasje dhe plagosje, që sipas hetimeve lidhen me larje hesapesh dhe përplasjet e 2 grupeve rivale në Tepelen. Këto përplasje nisën të dalin në sipërfaqe pas vitit 2016, duke zbuluar rrënjët e një lufte të fshehtë që ishte zhvilluar për vite me radhë jo vetëm në qytete si Gjirokastra, Tepelena, Tirana, Durrësi dhe Fieri, por dhe përtej kufive të Shqipërisë. Dy personat kryesor që dyshohet se planifikuan dhe realizuan disa atentate, të suksesshme dhe të dështuara, ishin Elton Çiça I cili u vra në Tiranë, dhe Jani Alia, I cili u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e tij. Përplasja mes 2 djemve nga Tepelena nisi në vitin 2006 pas një vrasje në Atikën Perëndimore. Konflikti u zhvendos më vonë në burgun e Korydallos në Greqi, edhe më pas u shtri në disa qytete shqiptare, me plagosje e vrasje nga grupet e tyre në Gjirokastër, Tiranë, Durrës dhe Fier. Ajo që fillimisht dukej si një sherrë I zakonshëm, u kthye në një zinxhir ngjarjesh të dhunshme që zgjati mbi 10 vjet dhe la pas 4 të vrarë, 5 të plagosur dhe disa atentate të dështuara, të drejtuara fillimisht nga Çiça dhe më pas nga Alia. Pas vrasjes së Elton Çiçës më 1 maj 2016 në Tiranë, policia e kryeqytetit filloi të hetojë të kaluarën e tij për të zbuluar motivin e ngjarjes. Sipas grupit hetimor, vrasja e tij lidhej me një hakmarrje për një ngjarje të ndodhur në vitin 2006. Atëherë, në Atikën Perëndimore, Jani Alia kishte goditur me thik për vdekje një djalë të quajtur Eba Llaxhiu, 20 vjeç, nga Zhapokika e Memaliajt, I cili ishte shok fëmijërie I Elton Çiçës. 2 të rinjt ishin rritur bashkë në Tepelen dhe Çiça kishte këmbgulur të zbulonte se kush I kishte vrarë mikun e tij. Sapo mori vesh që autori ishte nga I njëjti qytet dhe kishte emrin Jani Alia, ai dërgoi një mesazh në burg, duke I premtuar se do të hakmerrej. Në atë kohë Jani Alia ishte në paraburgim në Greqi. Rreth 3 vite më pas, dhe Elton Çiça arrestohet në Greqi dhe të dy ndodhen në burgun e Korydallos. Alia ishte I dënuar me 18 vite për vrasje, ndërsa Çiça me 5 vjet për drogë. Aty ndodhi dhe përplasja e tyre e parë fizike, ku Çiça plagosi me thik Alin gjatë kohës së arimit. Pak javë më vonë, Alia lirohet me leje pas 10 vjetësh burg, por nuk kthehet më dhe shpallet në kërkim. Më pas, lirohet edhe Çiça dhe prej asaj kohe nisin atentatet. Ngjarjet nuk mbaruan aty. Në vitin 2015, prindërit e Elton Çiçës u grabitën dhe u dhunuan në Tepelen. Çiça mori hak vet. Një nga autorët u vra 2 muaj më vonë. Një tjetër I shpëtoi një atentati me eksploziv, dhe I treti u ekzekutua pas 6 vitesh në një ngjarje që zyrtarisht nuk u lidh kurrë me Çiçën. Mbrëmjen e 30 marsit 2015, një grup personash grabitën me armë shtëpinë e prindërve të Elton Çiçës. Sipas dosjes së prokurorisë së Gjirokastrës, grabitësit të maskuar hynë në shtëpi dhe pasi u shtruan dhunë ndaj 2 të moshuarve, u morën atyre 5.000 euro dhe u larguan. Nga hetimet rezultoi se grabitjen e kishin kryer Robert Rama, Ervisi Meri si dhe Sokol dhe Arben Jella.
Dosja thekson të se Ervisi Meri ishte personi që kishte dieni për parat në shtëpinë e familjes Qiqa. Gjatë hetimeve u zbulua se ishte pikërisht Ervisi Meri ai që kishte marrë nga Tirana për në Tepelen një prej autorëve të grabitjes, Robert Ramën, për të parë nga afër banesën ku do të kryhej vjedhja. I Meri ishte në dieni të plot për shumën e madhe të parave që kishte në dispozicion Elton Qiqa, i cili përveç pasurive të tjera, kishte dhënë dhe hua të mëdha, përfshirë dhe vjerit të tij, një ndërtues i njohur. 4 vite më pas, më 22 janar 2019, policia arrestoi një tjetër të dyshuar për këtë ngjarje, Erigers Mihasin, i cili u ndalua në zonën e Yrshekut në Tiranë. Gjatë operacionit të koduar Yrshek, u kap 30 vjeçari Mihasi, për të cilin kishte urdhër ndalimi nga prokuroria e Gjirokastrës, pasi dyshohej për pjesëmarrje në grabitjen me armë të shtëpisë së Naim Qiçës në 30 mars 2015. Në dosjen e prokurorisë thuhej se Mihasi u lidh me këtë ngjarje pas vrasjes së ndodhur më 4 tetor 2018 në Ish Blok, ku u vra Fabian Gaxha dhe u plagos Servis Martinaj dhe Leon Hato. Mihasi u paraqit në spitalin e traumës për të marrë informacione për miqtë e tij të plagosur dhe viktimën, të cilin ai e kishte mik. Aty policia e shoqëroi dhe e mori gjurmët e gishtrinjve të tij. Analiza daktiloskopike tregoi se një paketë cigaresh e gjetur në makinën e përdorur nga autorët e grabitjes në Tepelen kishte gjurmët e gishtave të Mihasit. Megjithatë, kjo provë nuk mjaftoi për prokurorinë e çështjes, i cili 6 muaj pas arrestimit kërkoi lirimin e tij. Në korrik të vitit 2019, gjykata pranoi kërkesën për të zëvendësuar masën arrest me burg me detyrim paraqitje pranë policisë gjyqësore. Pavarësisht lirimit, hetimet ndaj Mihasit vijuan në gjendje të lirë për akuzat vjedhje me armë në bashkëpunim, plagosje të rëndë me dashje në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje municioneve luftarake. Në mars të vitit 2021, prokuroria vendosi të pushojë hetimet për shtetasin Mihasi, i cili për një kohë të gjatë kishte qenë subjekti një hetimi të ndërlikuar për përfshirje në veprimtari kriminale. Megjithatë, vetëm disa muaj më pas, më 13 nëntor të po atij viti, Mihasi u vra në një mënyrë të dhunshme në zonën e njohur si Astiri në Tiranë. Ai u ekzekutua së bashku me mikun e tij, Armando Dumanin, në një atentat që mbetet ende pa autor. Megjithse kjo vrasje nuk është e lidhur zyrtarisht me grabitjen e ndodhur në vitin 2015 në Tepelen, prokuroria e trajtoi ngjarjen si pjesë e përplasjeve të ashpra mes grupit të Ervis Martinajt dhe kundërshtarëve të tij, duke qenë se Mihasi konsiderohej një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Martinajt. Pak kohë pas grabitjes së prindërve të Elton Qiçës në Tepelen, një tjetër ngjarje tronditëse ndodhi në Durrës. Më 9 qershor 2015, Robert Rama, një 31 vjeçar nga Laçi që banonte në Tiranë, u ekzekutua në një lokal në zonën e Ish Kënetës. Ai ishte në shoqërinë e 2 personave të tjerë, të cilët mbetën të plagosur gjatë atentatit. Sipas dëshmitarëve, 2 autorë zbresin nga një motor, nxjerrin armët nga çanta dhe qëllojnë për vdekje Ramën. Vrasja ndodhi rreth orës 20:00 në një zonë të populluar ku fatmirësisht të tjerët arritën t'i shpëtonin plumbave, por pa mundur të identifikonin autorët. Qytetarët që ndodheshin në vend ngjarje tentuan të jepnin ndihmën e parë dhe e dërguan Ramën në spitalin e Durrësit, por ai kishte marrë një plumb në kokë dhe ndroi jetë në vend. Policia ngriti disa pista hetimi, kryesisht të lidhura me përfshirjen e tij në grabitjen e vitit 2015, por edhe kjo vrasje, si shumë të tjera, mbeti për një kohë të gjatë pa autor të identifikuar. Ndërkohë, më 4 maj të vitit 2015, një tjetër person i dyshuar për të njëjtën grabitje, Ervisi Meri, i mbijetoi një atentati me eksploziv në zonën e kombinatit në Tiranë, por fatkeqësisht për të, më 8 dhjetor të po atij viti u përball sërish me një tjetër atentat, përsëri me eksploziv, teksa ndodhej në makinë bashkë me vëllain e tij. Ky i fundit mbeti i plagosur rënd dhe pësoi gjymtime nga shpërthimi. Pas këtyre ngjarjeve, Eltoni Meri deklaroi publikisht se ai dhe as vëllai i tij nuk kishin asnjë lidhje me vrasjen e Elton Qiçës. Ai përjashtoi dhe përfshirjen e Ervisit në grabitjen e prindërve të Qiçës, duke theksuar se vëllai i tij kishte marrë pjesë vetëm si transportues i personave të armatosur, pa që në dieni të qëllimit të tyre. Për më tepër, ai tregoi se Ervisi ishte e kërcënuar nga grabitësit që të mos tregonte identitetin e tyre, një identitet që nuk e njihte, pasi autorët kishin mbajtur maska gjatë gjithë kohës.